أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra fillum diçka të flasim lidhje me caktimin dhe paracaktimin e Allah subhanahu wa ta'ala, e cila është një nga 6 kushtet e imanit. Është një çështje tek e cila ka pas grupe të shumta të cilët kanë deviju nga besimi I vërtet dhe I sakt I ahli sunne wal jamaa në çështjen e caktimit të Allah subhanahu wa ta'ala. Ka prej tyre të cilët thuajnë se të mirën e krijon Allahu, të keqen e ban vetë njeriu. Ka prej tyre të cilët e mohojnë nga Allah subhanahu wa ta'ala atë se Allahu I krijon veprat tona. Pra ato besojnë se njeriu vetë I krijon veprat e tij. Besimi ahli sunne wal jamaa se Allahu xhaleshanuhu është krijuesi I njerëzit, I krijesave dhe veprave të krijesave. Dhe gjithçka në këtë botë ndodh me caktimin dhe vullnetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an: "Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Thuaj neve nuk na godet asgjë tjetër përveç ka na është caktuar nga Allahu. Ai është ndihmëtari in, prandaj vetëm Allah le të mbështetën besimtarët. Po kjo jetë është I qartë se asgjë në këtë botë nuk na ndodh neve përveç ajo që e ka caktuar Allahu. Po ashtu në një ajet tjetër thot Allah Teala: "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Ne çdo send kemi krijuar me mos të caktuar. Pa kemi krijuar me caktimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe besimin, caktimin dhe paracaktimin e Allah të është lumturi. Për besimtarin, thamë pranë, kur njeriu e din se nuk ka më ndodh përveç asaj që ja ka caktuar Allahu, atëherë njeriu do të ndihet I lumtur, do të ndihet I qetë në shpirt dhe zemrën e tij, dhe nuk e lodh kryq se çka kanë më bën njerëzit, çka planifikojnë njerëzit për mua. Por mbështetet në Allahun dhe thot qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Allahu e ka caktuar dhe gjithçka ndodh me caktimin e Allahut dhe Allahu bën çka të don. Dhe besimin e caktimin e Allahut hapën gjoksat. Domethënë gjoksi I njeriu ndini lloj rahatie, pra I pranon ato të cilët I ndodhin sepse din se kanë me caktimin e Allahut. Nëse është një e keqe, duron dhe nëpërmjet atij durimit ngritën gradat e larta tek Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse I ndodh një mirë e falenderon Allahun dhe shpërblet me shpërblime të mëdha, e kështu me radhë, pra e beson se gjithçka e keqja dhe e mira ndodhin me caktimin e Allahut. Po ashtu besimi në caktimin e Allahut është sebeb që nga njeriu të largon pikëllimet, mërzijet, galet dhe dertët. Dhe sa e ambël është jeta kur robi ja dorëzon çështjet e tij krijuesit të tij Allahut. Po nuk ka më mirë, nuk ka më rahati, nuk ka më lumturi se çështjet e tua t'ja dorëzojsh Allahut, krijuesit ton, Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe me këtë ai do të jetë I kënaqur me atë që është caktuar nga Allahu, I dorëzohet asaj që është caktuar nga Allahu, është I lumtur në këtë botë dhe I shpërblen në botën tjetër. Pra kjo është rezultati I besimin në caktimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Është I kënaqur me atë që ka caktuar Allahu, I dorëzohet asaj që është caktuar nga Allahu dhe është I lumtur në këtë botë dhe I shpërblen në botën tjetër. Dhe gjithë kjo nuk bëhet përveç se kur të kuptohet caktimi sipas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo arrihet duke kuptuar kështu përgjithësi caktimin e Allahut, se prom tham realitetin e caktimit të Allahut nuk e din askush. Sepse Imam Ali radiallahu anhu thot
caktimi Allah të është sirrullahi fi khalqi. Caktimi Allah të është sekreti Allahut në krijimtarinë e tij. Po është sekreti Allahut. Këtë nuk e din as ndonjë melajke, as ndonjë pejgamber dhe as kush nuk e din realitetin e caktimit të Allahut. Por na besojmë se gjithçka në këtë botë, në sundimin e Allahut, në pronën e Allahut, pra në këtë gjithësi, gjithçka ndodh me caktimin e Allahut, me dëshirën e tij dhe mbas diturisë së Allahut subhanahu wa taala. Pra al-qadar është ajo të cilën Allah xhaleshani ja ka paracaktuar robëve të tij me diturinë e tij. Pra e ka ditë Allah subhanahu wa taala se çka do të ndodhë në të ardhmen me krijesat e tij dhe e ka paracaktuar, pra e ka urdhëruar lapsin dhe ka shkruar lapsin në Lauhi Mahfuz. Ndërsa al-qada do të thotë ajo e cila ndodh në momentin që e ka caktuar Allahu me ndodh. Pra nuk lëviz as më herët, nuk ndodh as më vonë. Pra ndodh në atë momentin kur e ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Nga kjo kuptojmë se besimin e paracaktimin dhe caktimin e Allah do të thotë besimin në diturinë e Allahut, e cila është pa fillim, al-imanu bi mashi'atillah, të besojsh në vullnetën, dëshirën e Allahut, an-nafidha, e cila gjithçish ndodh. Pra vullneti i Allahut realizohet, pra ndodh, wa qudratihi shamila, dhe fuqia gjithëpërfshirëse e Allah subhanahu wa taala. Pra kjo në kupton besimin në paracaktimin dhe caktimin e Allahut. Pra të besojsh në diturinë e Allahut, se është pa fillim, pra e ka ditë Allahu, dëshirën e Allahut, pra vullnetën e Allahut të besojsh, dhe duhet ta dish se gjithçka ndodh me vullnetën e tij, wa qudratihi, dhe fuqinë e Allah subhanahu wa taala, se me fuqinë e tij ndodhin sejnët, pra ai i krijon. Tash gjykimi i asaj se të thellohet njeriu në çështjet e caktimit të Allahut. Çfarë gjykimi ka në Islam? Në esencë besimtari beson në caktimin e Allahut, në paracaktimin e Allahut, dhe e ndal gjuhën e tij të mos të zhitet në detajet e caktimit. Si ndonjëherë njerëz kur bojnë pyetje të ndryshme, thellohen, zhiten me pyetje të ndryshme në caktimin e Allahut. Tash hoxha apo ai dituri duhet të ketë kujdes. Jo çdo pyetje që ta bën njerëzit në lidhje me caktimin e Allahut në detaje, jo çdo pyetje s'u mundu me ja gjetë një përgjigje. Kështu që mos të devijojë vetë ai i cili përgjigjet. Nëse din diçka, ka ajet, ka Kur'an, ka thonjë dietare, thu. Nëse nuk ka diçka, atëre më mirë ndale gjuhën tënde, mos u përgjigj, kështu që mos të devijosh një devijim të madh e pastaj të bësh kundër asaj që thot Allahu apo pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij. Dhe rreziqet më të mëdha në këtë çështje, në çështjen e caktimit të Allahut, është kur njeriu këto sende apo këto gjëra i shikon vetëm nga një anë, nga një aspekt. Kjo caktimi i Allahut duhet të shikohet në nga të gjitha anët, nga të gjitha anët që ta kupton dhe ta sqaron më mirë caktimin e Allahut subhanahu wa taala, jo më shih vetëm me një anë. Pastaj shkallët apo shtillët e caktimit të Allahut subhanahu wa taala, për me qenë më qartë dhe me kuptuar më qartë, janë 4. Dhe kjo është dera nëpërmjet të cilëve njeriu mund ta kuptojë pastaj caktimin e Allahut shumë përgjithësi. Dhe secila lidhet me tjetrën, për këtyre 4 shkallë apo për 4 shtillave. E kush i pranon këto 4 shtillët në lidhje me caktimin e Allahut, atij njeriu ju ka plotësuar imani. E kush nuk i plotëson këto 4, atë njeri ka mangësinë e imanit të tij, po ndoshta mund të shkojë në devijim dhe të largohet prej Islamit. Këto 4 shtillët në raport me caktimin e Allahut janë el-ilmu, dituria e Allahut, pra Allahu xhaleshan din gjithçka. Dituria e tij është pa fillim dhe pa mbarim, e di të kaluarën, të tashmen dhe të ardhshmen. E dita el-kitabetu, Allah i ka urdhëruar lapsin të shkruan në Lauhi Mahfuz, në pllakën e ruajtur, gjithçka që ka më ndodh. E treta është el-mashia, vullneti, dëshira Allah subhanahu wa taala, pra ajo që ka caktuar Allahu, ai ka më ndodh me vullnetin e Allahut. Edhe el-khalqu, krijimi, pra kur të vjen momenti më ndodh ajo që ka caktuar Allahu, Allahu e krijon. Pra këto janë 4 shtillët
në lidhje me caktimin e Allah subhanahu wa taala. Nëse personi ka këto katra, i beson këto katra, ai njeriu ka plotësuar imanin në caktimin e Allahut. Pra, të beson në detyrën e Allahut, të beson në atë që Allah ka urdhëruar lapsin me shkruaj gjithçka, të beson se gjithçka ndodh me dëshirën dhe vullnetin e Allahut dhe me krijimin e tij. E këto të katërt lidhen me caktimin e Allahut. Nëse të njëjta ki dyshim apo nuk beson apo nuk e ki njërin prej të katërve, problemi kije me qenë apo me besu qartë në caktimin e Allahut. Pra duhesh me ditë se Allahu din gjithçka, Allahu kur ka ditë gjithçka, pra është i gjithdijshëm, e ka urdhëruar lasin kur e ka krijuar lasin, i ka thonë me shkruaj gjithçka në Lauhi Mahfuz. Gjithçka, me çdo lëvizje, çdo vepër e vogël apo e madhe, gjithçka që hin në ekzistencë në këtë botë, lapsi ka shkruar në Lauhi Mahfuz. E pastaj ndodhin në base asaj që e ka shkruar lapsi dhe ndodhin pra pastaj me vullnetin e Allahut dhe me krijimin e tij. Imam Tahawi në librin e tij Aqida Tahawiyya shumë qartë flet për caktimin e Allahut dhe ka vendosur ato rregulla se si duhet të besohet në caktimin e Allahut, ku thot wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqi. Natyra e saktë e para përcaktimit është sekreti i Allahut në krijimin e tij. Siç thamë më herët, edhe Imam Ali ka thonë caktimi i Allahut apo para përcaktimi i Allahut është sekret i krijimit të tij. Pra këtë sekret nuk e din askush përveç Allahut, as me lajket, as pejgamberët dhe askush tjetër. Thot lam yattali ala zalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Në sekretin e krijimit të Allahut nuk asnjë me lajke e afërt, as ndonjë pejgamber i dërguar nuk janë dhënë detyri në lidhje me këtë. Kurkush nuk ka lidhje, nuk ka detyri në lidhje me paracaktimin e Allahut subhanahu wa taala, pra me sekretin e caktimit të Allahut. Pastaj thot wa ta'ammuku wa an-nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan. Thot gjurmimi, kush gjurmon me kuptuar realitetin e caktimit të Allahut, thot gjurmimi në këtë dhe meditimi tepër për të vetëm çon në shkatërrim dhe humbje dhe rezulton në rebelim. Kur njeriu mundohet të bëjë analiza, të gjurmon, të hulumton shumë në caktimin e Allahut, që njeriu pastaj arrin në rebelim. Çka në rebelim? E kundërshton atë caktimin e Allahut, e kundërshton gjërat që ndodhin këtë botë, siç thonë ndonjëherë njerëzit, ai çdo sen pi Zotit. Çfarë pi Zotit njëri anë të bën? Mos i thuni pi Zotit. Ne kur themi e mira dhe keqja prej Allahut, do të thonë ato ndodhin me vullnetin e Allahut dhe me krijimin e Allahut, me dëshirën e Allahut ndodhin. Nuk po thojmë nëse Allahu nëse mundem më shpreh kështu, nuk mund me thonë Allah për inat, ja ka shikë ti ka më vojmi ki keq, ka më shku në xhenem, ki në xhenet, jo. Tham, Allah e ka ditë se filoni që ka me vepru, filoni që nuk ka me vepru, edhe ka urdhëruar lapsin me shkrujt. E nëse personi nuk e beson mirë caktimin e Allahut, ai vjen në rezultat se bon rebel kundra caktimit të Allahut. Pastaj thot Imam Tahawi, fal hadhara kull al hadhar min zalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Pra të keni shumë kujdes në lidhje me të menduarit dhe të medituarit mbi këtë çështje, apo të lejoni që dëshimi në lidhje me këtë që sulmoje. Pra keni kujdes, pra mos lejoni dëshimi, vezvesja të ndikon në besimin në caktimin e Allahut. Si të fillon vezvesja? Jo, po e ka bën Zoti. Jo, po nashta se ka bën Zoti. Do të më nis me bën vezvesën krije, kjo që në shkatërrim. Pra po thotë Imam Tahawi mos lejoni që të futë dëshimin në lidhje me këtë çështje. Dhe mos po thot kujdes, mos mendoni dhe mos meditoni në këtë çështje shumë thellë, mu mundu me kuptu bash realitetin. S'u kupton kurkush, se se din as pejgambert, as milojt, as kush, por veç Allah. E jonja çka është me besu, se gjithçka në këtë botë ndodh me caktimin e Allahut, e mira dhe e keqja. Allahu e ka ditë, pastaj Allah e ka urdhëruar lapsin me shkruajt, me vullnetin e Allahut ka më ndodh pastaj çaj ndodhia edhe me krijimin e Allahut. Allah e krijon. Nëse nuk ka dash Zoti me ndodh diçka, nuk ka më ndodh ajo. Pastaj thot Imam Tahawi, fa inna Allah ta'ala tawa ilma al-qadari an anamihi wa nahahum an maramihi, kama qala ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Thot sepse Allah e ka mbajtur detyrinë për përcaktimin larg prej qenjeve njerëzore. E ka mbajtur larg, do të thonë njerëzit nuk e kuptojnë realitetin e saj dhe i ka ndaluar ata që të pyesin për këtë. Hollësisht, në detaj me pyet për caktimin e Allahut.
Thot duke thonë Allah në libër, ai nuk pyetet për atë që bën, por ata pyeten. Pra nuk pyetet Allahu pse e boni këtë, pse nuk e boni këtë. Ne pyetim pse e bën njëri këtë, pse nuk e bën këtë. Allah nuk pyetet. La yusalu amma yaf'alu hum yusalun. Allah nuk pyetet pse, por krijesat do të pyeten pse. Pra pse e bën apo pse nuk e bën. Se tek e fundi kjo gjithësinë kem themi se është sundimi i Allahut, është shprovë e Allahut, ai bën çka të don. Dhe baza e gjithë kësaj duhet të nisim se Allah nuk i bën padrejti askujt. Nëse ja ka marrë dikuj një fëmijë sa ka lindur apo një fëmijë mas një muaji, një vjetëve, kjo nuk ka padrejti nga Allah. Nëse Allah dikuj ja ka marrë pasurinë, ka shkuën humbja njeriu, ka humbur pasuria, nuk ka padrejti nga Allahu. Këtë duhet ta kemi këtë bindjen e fortë, këtë besim të fortë se Allahu nuk i bën padrejti askujt. E mos ta lidhin njerëzit këtë caktimin e Allahut me lidhje me drejtsinë apo pa drejtsinë, me thonë po a është e drejtë kjo në Afrikë njerëzit hanë si hekin, s'kan me hongër, nuk kanë me pije, varfëri e madhe, këto në Evropë lloksoze kanë jetën, gjithat mirë i kanë, fëmijët janë në Afrikë, shikoni si vdesin në për rrugë, nuk kanë çka me hongër, shiko fëmijët në Evropë, e me thonë dikush kjo është pa drejtësi prej Zotit, nuk ka është pa drejtësi. Allah thënë Kur'an wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, Zoti jot nuk i bën pa drejtësi askujt. Nuk i përshkruhet Allahut pa drejtësia. Se padrejtia çka është? Të veprosh diçka në pronën e dikujt pa dëshirën e atij. Për shembull, unë orë të shtëpia jote apo në pronën tonë me bën diçka pa dëshirën tonë. Pa të pyeti. Mu që të më kujtohet, po du me bën çka të shtëpia jote, po du me bën këto ndryshime në pronën tonë, edhe ai nuk ka as dakord ai personi, po unë me zor e baj, kjo është padrejti. E si Allah xhaleshan po bën ka padrejti në pronën e tij? Kjo botë mos është prona jote, jo. Kjo trup, kjo shpirt, kjo pasuri mos është prona jote. Absolute, mos është prona jote, nuk është prona jote. Kjo gjithësi, na, pasuria jote, fëmijët e tu, familjarët e tu dhe gjithçka që kemi në këtë botë është prona e Allahut. Allah bën çka të don dhe ai nuk bën padrejti. E kemi thënë shpesh hadithin e pejgamberit alayhis salam, edhe nëse Allah të gjithë njerëzit i fut në xhennet, muslimanë, jo muslimanë, të mirë, të këqij, këtë mi fut në xhennet, i fut në dashur mëshirën e tij. Edhe pse kjo nuk ndodh, po sikur thot pejgamberi alayhis salam, kjo nuk ndodh, Allah nuk e fut në xhennet, jo besimtarët. Se ka thënë Kur'an. Au pejgamberi alayhis salam thotë sikur ti futë. I fut me mëshirën e vet, me drejtsinë e vet. Po edhe sikur ti futë krejt njerëzit në xhenem, me lajke, me pejgamber, me musliman, me jo musliman, me të mirë, me të këqij, i fut me drejtsinë e tij. Nuk bën pa drejtësi. Edhe kjo nuk ndodh, po sikur po thot pejgamberi alayhis salam. Hadi për me kuptuar se Allahu xhaleshan nuk bën pa drejtësi. Allahu xhaleshan besimtarët i fut në xhenet me mëshirën e tij, jo në bazë veprave të njerëzve, po me mëshirën e tij. Jo besimtarët i shtin në xhenem me drejtsinë e tij. Po ashtu po thot Allah nuk pyet ai pse, po na pyet me pse. Pastaj thot Imam Tahawi thot faman sala lima fa'ala faqad radda hukm al-kitab wa man radda hukm al-kitab kana min al-kafirin. Thot pra kushdo që pyet pse ka bën Allah kët, ai ka kundërshtuar gjykimin e librit. E kushdo që kundërshton gjykimin e librit është pa besimtar. Pra kushdo që i thot pse e bëni kët Allah, në formë kundërshtimit, jo ndonjëherë se do na e bëjnë atë pyetje pse Zoti ka kriju kët për urtësinë pyesmin, a di? Çka është urtësia se Zoti ka kriju kët për shembull? Nëse ka ai ka urtësi, po nëse e dim na, se na jo gjitha urtësitë e dim, jo na gjithçka dina pse ka kriju Zoti këtë pse atë, por disa dina, por disa nuk e dina urtësinë. Ama ka urtësinë në gjithçka. Tash nëse dikush e pyet në formë pyetjen e bën në formë të urtësisë, pse ka kriju Zoti çka? Për çfarë urtësie? Është në rregull, po nëse e pyet pse Zoti krijoi këtë, apo pse Zoti e boni këtë në formë kundërshtimi me kundërshtuar caktimin e Allahut, Imam Tahawi thotë që është kundërshtim i gjykimit të librit. Pra ajo që është në Kur'an, thotë edhe kundërshtimi i librit është kufër, pa besim. Me të tjera thonjët Imam Tahawit inshallah vazhdojnë në nesër se shumë gjanë e gatë ka folë për këtë temë Imam Tahawiu dhe ka qërsu bollë qartë e inshallah nesër ndoshta vazhdojnë me pjesën tjetër të Imam Tahawiut në lidhje me caktimin e Allahut, por një sen duhet ta kemi në të qartë dhe të kuptoshëm se në këtë botë për me besua caktimin e Allahut duhet të kemi të mu bazojmë katër shtilla. Diturinë e Allahut, ai është i gjithdijshëm, në
urdhrin e Allahut për me shkruajt lafzit gjithçka në Lauhul Mahfuz, në vullnetin e Allahut dhe në krijimin e Allahut, fuqinë e Allahut. Pra ndodhin senet me krijimin dhe fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë katër bazat për ta kuptuar përcaktimin e Allahut subhanahu wa taala dhe ta besojmë se gjithçka në këtë botë ndodh me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Asgjë nuk ndodh në këtë botë në sundimin e Allahut subhanahu wa taala pa vullnetin dhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun taala na e pranon agjërimit, na e pranon lutjet tona, ibadetet tona dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë për Allahun subhanahu wa taala. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na i përmirëson gjendjen tonë në këtë ditë e fundit të Ramazanit. Dhe inshallah dalim prej Ramazanit me Ramazan të pranuar, me ibadete dhe lutje të pranuara, dhe lutim Allahun ta përmirëson gjendjen e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kudo që janë, të sëmurit të shëron, të vdekurit të mëshiron, dhe gjendjen e neve të gjallëve na i përmirëson, dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.